Qeveria e Kosovës nisi pasditën e një korriku të ndërtimin e dy urave mbi lumin Ibër në Mitrovicën e Veriut, duke shpërfillur thirrjet e ndërkombëtarëve për të mos e ndërmarrë këtë hap. Para fillimit të ceremonisë, 6 persona u ndaluan nga policia dhe u ndëshkuan me gjobë për kundravajtje penale. Policia tha se ata nuk zbatuan urdhrat e autoriteteve. Dy ura do të shërbejnë, njëra për këmbësorët dhe tjetra për automjetet me synim lidhjen e Mitrovicës së Jugut, ku shumica e banorëve janë shqiptar, me Veriun e Mitrovicës, ku shumica e popullsisë janë serb. Sipas Albin Kurtit, kjo do të ofrojë një përmirësim të infrastrukturës për qytetarët që jetojnë në Veri, por në fakt ai po bën atë çfarë ka bërë edhe në 3 vitet e kaluara, tensionim të marrëdhënieve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kryeministri në detyrë përveç çimëngët e këmishës dhe jo vetëm holli gur themelet e urës, por sfidoi edhe ambasadat e huaja në Kosovë. Brukseli dhe Washingtoni zyrtare kishin bërë të qartë se ky veprim i njëanshëm dhe i pakoordinuar i qeverisë Kurti do të sjellë trazira në vend, si dhe minim të paqes dhe stabilitetit në rajon. Por Albin Kurti i ftoi ta kontaktojnë nëse kanë dilema dhe kështu ai dhe qeveria e tij në detyrë mund t'ua shpjegojnë me përpikmëri. Bashkimi Evropian i tha të martën Radio Europës së Lirë se ata nuk ishin informuar mbi vendimin e qeverisë Kurti për hedhjen e gur themeleve për dy ura të reja mbi lumin Ibër. Si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Prishtinës zyrtare të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, por Albin Kurti shpesh i ka tensionuar marrëdhëniet me Perëndimin. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar vazhdimisht që qeveria e Kosovës të konsultohet me komunitetin serb për çdo hap që ndërmerr për të mos cënuar të drejtat e tyre. Verë në vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ndërmori një nismë për të hapur urën kryesore mbi Ibër për trafik, akt ky që u kundërshtua nga popullsia lokale serbe dhe bashkësia ndërkombëtare. Ura aktuale mbi lumin Ibër patrullohet dhe ruhet që prej vitit 1999 nga misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, si dhe nga EULEX, misioni i Bashkimit Evropian për zbatimin e ligjit.